Një fenomen tjetër, ajo mizvaku, pastrimi i dhëmbëve, sot ekzistojnë furçat e dhëmbëve në një farë mënyrë, është një zëvendësim i kësaj, apo nuk e di, mirë po shumë besimtari përdorin ato. Pikërisht sa më thotë mësë ju kisha bo, mu duk që është obligim për ju, që më thënë farë, ju kisha lonë me sërini pa mizvak asnjëherë. Dhe namazi kur përdoret mizvaku, dhe ai që nuk përdoret, është 70 herë më i vlefshëm. Shkenca sot vërtet, kjo bima i thojnë aloe persika që ka përdorur pejgamberi, persiane, bim, i ka substanca kimike, ka natrium, kalium, dhe mundëson gjatë asaj e parapengon ngecjet e acidit laktik. Është në mënyrë krejt fiziologjike, nga nalt poshtë, përdoret lart, jo anash. Mund të futet në ujë, laget dhe përdoret. Ajo e forcizon memorien, e mundëson tretjen si duhet në stomak, e mundëson erë e bukur cilën me letë që të dojnë. Prandaj së vërtetu që misvaki është në mënyrë ma fiziologjike se sa pastat të ndryshme. Se sa furçe e dhëmbëve, e ka përdorur këtë profeti dhe e ka këshilluar? Profeti e ka këshilluar, ka përdorur misvak dhe e ka këshilluar për umetin që ta përdorë.